Vite me radhë, shumë kosovar po braktisnin vendin për të kërkuar një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Ata kishin zgjedhur rrugët ilegale për të kaluar kufijt e Unionit. Kosovarët nuk kishin të drejtë pune. Shumica nga këta kishin kuptuar tani më se duhet të ktheheshin. Me të arritur në aeroport, ata u këshilluan nga këshilltar të gizit gjerman se mund të jenë përfitues të granteve, të cilët do t'ju ndihmonin që të punonin në vendin e tyre dhe të riintegrohen në tregun e punës. Unë jam Ramadan Islami, koordinator i projektit Migracioni për Zhvillim, i cili implementohet në kuadër të GIZ-s, që nga viti 2015, GIZ në emër të qeverisë gjermane ka mbështetur procesin e reintegrimit të personave të riadesuar. Qëllimi i kësaj mbështetje është që të kemi një reintegrim të qëndrueshëm si në shoqëri ashtu edhe në tregun e punës, duke ofruar masa të ndryshme të punësimit, të vetë punësimit, por edhe trajnime të ndryshme për të siguruar që personat e riadesuar të kenë një proces sa më të qëndrueshëm të integruar në shoqëri. Në vitin 2015, GIZ ka themeluar qendrën e informacionit për migrim, aftësim profesional dhe karrierë. Në kuadër të kësaj qendre operojnë dy programe, programi për migrim dhe zhvillim dhe programi për migrim dhe diasporë. Të dy programet kanë qëllim që të ofrojnë masa të ndryshme për sigurimin e integrimit në tregun e punës apo edhe për mundësitë të tjera të zhvillimit të karrierës, qoftë nëpërmjet arsimimit apo edhe punësimit në mënyrë legale në Gjermani dhe vende të ndryshme. Programi Migracioni për Zhvillim ka një bashkëpunim shumë të mirë me Agjencionin e Punës të Republikës së Kosovës dhe me aktorë të tjerë që mbështesin procesin e reintegrimit të personave të riadesuar, ku do të cekja Ministrinë e Punëve të Brendshme, Departamentin për Reintegrim, po edhe UNDP-n dhe agjencione tjera të cilat funksionojnë në Kosovë. Nga viti 2015 ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Agjencionin e Punës dhe me UNDP-n, ku implementohet programi mbështetjes së vetëpunësimit apo start-upëve, ku qeveria e Kosovës çdo vit ndan mjete për të mbështetur të personat e riadesuar, por jo vetëm personat e riadesuar, me grante në themelimin e bizneseve apo vetëpunësim. Këto grante implementohen nëpërmjet UNDP-s, ndërsa GIZ mbështet pastaj të gjithë këtë proces me programin e mentorimit. Programi i mentorimit është një program që siguron se personat të cilët kanë themelu biznesin e tyre do të kenë një mbështetje të vazhdueshme për një periudhë, duke ia mundësuar atyre që të kalojnë nëpër disa faza që zakonisht startupet i kanë më të vështira. E këto faza janë mbështetje në të gjitha aspektet, në mënyrë që të sigurohemi që startupet e tyre të kalojnë në një fazë ku ato janë të konsoliduara edhe do të munden të operojnë të pavarur. Në këtë proces, GIZ ka pas një bashkëpunim shumë të mirë me organizatën D&D, ku ne kemi kontraktuar këtë organizatë dhe kemi ofruar më shumë se 1500 përfitues të startupeve janë mbështetur nëpërmjet GIZ-s, por me shërbimet e ofruara nga D&D. Ne kemi qenë vazhdimisht kënaqur, jo vetëm ne, por edhe Agjencioni i Punës, edhe UNDP si implementuesi pjesës së ndarjes së granteve. Vetë fakti se më shumë se 700 apo 800 biznese akoma janë aktive, vazhdojnë të operojnë, vazhdojnë të ofrojnë vende të punës, janë si biznese ku të personat e riadesuar janë vetë punësuar apo edhe kanë arritur të punësojnë qoftë anëtarët e tyre të familjes, qoftë të rikthyer të tjerë. Mendojmë se kjo ka qenë një skemë mjaft e mirë e bashkëpunimit, edhe
Ne pastaj kemi vazhdu edhe me ofrimin e masave tjera të mbështetjes, sidomos në kohën e pandemisë janë ofruar masa shtesë për të mbështetur këto biznese që të kalojnë vështirësitë nëpër të cilat kanë kalu jo vetëm startupet e mbështetura nga ne, po edhe të gjitha bizneset në Kosovë. Kështu që mendoj se kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, sidomos vlen theksohet se përkushtimi i qeverisë që vazhdimisht çdo vit ka alokuar linjë buxhetore për mbështetje për personat e riadësuar, edhe pastaj e gjithë kjo është operacionalizuar në mënyrë shumë të mirë edhe me zyra UNDP-s në Kosovë, mirë po edhe akterët e tjerë. Projekti vazhdon, do me thonë qeveria gjermane e ka komisionu GIZ-ën për të implementu këtë projekt edhe për deri në vitin 2023. Ne jemi në planifikim së bashku me Agjencionin e Punës, Ministrinë e Financave, jemi në planifikim të aktiviteteve. Sigurisht qeveria e Kosovës gjithmonë ka ofruar mbështetje në procesin e reintegrimit të personave të riadësuar, edhe ne jemi pastaj në mbështetje të këtij procesi, edhe në vitin 2022 do të ketë masa, mirë po edhe në vitet në vijim. Ne projekti jonë është aktiv deri në vitin 2023, mirë po normalisht pritet të vazhdoj pas atyre vlerësimeve dhe pas hapave të zakonshëm të cilat janë si procedurë rregull. Programet aktive të tregut punës 2 është një projekt që zbatohet në kuadër të UNDP-s në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Financave të Punës dhe Transferit, respektivisht Agjencinë e Punësimit të Kosovës, si dhe Ministrinë e Punës dhe Brendshme, Departamentin për Integrim të Personave të riadësuar, ku do thotë kemi komponentin e reintegrimit të qëndrueshëm ekonomik për personat të riadësuar në tregun e punës, duke i mbështetur me masa të ndryshme aktive si trajnimin e punës që është në kuadër të aftësimit profesional, subvencionimi pagave punësimi qëndrueshëm një vjeçar përmes marrëveshjeve me sektorin privat, si dhe vetpunësimi, që është një masë e cila i ndihmon personat të riadësuar që të krijojnë biznese të qëndrueshme dhe të janë të vetpunësuar. Në kuadër të projektit, ne kemi vazhduar që të mbështesim edhe Departamentin për Integrim në nivel të politikave të qëndrueshme të reintegrimit, respektivisht zhvillimit të politikave të reintegrimit, manualeve për menaxhimin e procesit të reintegrimit dhe ofrimin e shërbimeve të integrimit, si dhe ngritjen e kapacitetit të stafit lokal për ofrimin e këto shërbimeve të gjithëpërfshirëse sa i përket reintegrimit. Në kuadër të projektit tonë, deri me tani do thotë planifikohet që të mbështeten më shumë se 1000 persona të riadësuar në fushat të ndryshme të integrimit në tregun e punës. Në kuadër të masave, mblen të theksoj se një nga masat më të qëndrueshme është programi i vetpunësimit, ku deri me tani janë mbështetur më shumë se 400 biznise të qëndrueshme, ku në bazë të rezultatit të vlerësimit të jashtëm të ndikimit të projektit nga një kompani e jashtme, ka treguar qëndrueshmëri rreth 95% bizneseve për vitin 2019-2020, edhe në kohë pandemie për shkak të limiteve në aktivitetin biznesor, ato do thotë kanë qenë aktive dhe kanë gjeneruar do thotë hyra në kuadër të këtij hulumtimi ose vlerësimit të jashtëm. Në të njëjtën kohë, sa i përket skemave të subvencionimit, mund të them që rreth 80% e personave që janë punësuar akoma vazhdojnë edhe pas masës të qëndrojnë në vendet e tyre të punës, dhe në të njëjtën kohë edhe personat e cilat janë aftësuar kanë gjetur punë të qëndrueshme për shkak se mundësia përmes skemës së trajnimit në punë i krijon një mundësi këtyre personave që të aftësohen në një profil në një ndërmarrje përkatëse të sektorit privat. Dhe certifikimi i tyre nga qendrat e aftësimit profesional ka ndërtuar një mundësi dhe një urë lidhëse me tregun e punës për këta persona, të cilët janë të jetë rëndësishëm për projektin dhe njëkohësisht për politikat të cilat janë obligative karshi liberalizimit të vizave dhe proceseve të ndryshme integruese. Në njëjtën kohë më le të theksoj që për shkak të qëndrueshmëria e madhe e programit vetpunësimit ka dhe elementin e
mentorimit dhe këshillimit, i cili do të thotë projekti ka bashkëpunuar edhe me GIZ-in, në këtë rast i cili ka kontraktuar një kompani lokale D&D, e cila do të thotë në vazhdimsi për periudhë 1 vjeçare ka ofruar në mënyrë jashtëzakonisht të mirë shërbime këshillimi dhe mentorimi për qëndrueshmërinë e bizneseve të cilat janë fokusuar në rjetizim, në menaxhimin e pasqyrave financiare, marketingun, gjetjen e tregut dhe plasimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre dhe ky element i mentorimit ka qenë një element të jetë i suksesshëm për shkak se vazhdimësia dhe gjetja e tregut nga këta persona të cilat i kemi mbështetur si UNDP në bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit me mjetë dhe pajisje ka qenë të jetë e rëndësishme për shkak të qëndrueshmërisë të gjetjes së vetes së tyre në tregun e punës. Një element që duhet theksuar është që Kosova do thotë në gjitha këto vite të bashkëpunimit dhe përpjekjes për reintegrim të qëndrueshëm personat të radhësuar ka krijuar një model të suksesshëm, një histori e suksesit në reintegrimin e këtyre personave duke ofruar shërbime gjithëpërfshirëse nga të gjitha institucionet dhe ministritë e linjes dhe duke krijuar politika të qëndrueshme të cilat janë model për gjithë rajonin. Roli i Agjencisë së Punësimit në reintegrimin e personave të radhësuar është në nivele të lartë për shkak se në bashkëpunim me UNDP-n ne implementojmë këtë projekt. Do thotë fokusi kryesor ka të bëjë me integrimin e personave të radhësuar kryesisht në kuadër të masave aktive të tregut të punës, siç është subvencionimi në paga, trajnimi në punë, grantet e vetpunësimit, internship, aftësim dhe reaftësim profesional. Nëse shikojmë numrin total, edhe personat që kanë përfituar kuadër të projektit përkrahas apo projekti që implementohet nga UNDP, po ashtu edhe në kuadër të personave që aftësohen dhe reaftësohen në kuadër të qendrave të aftësimit profesional, është rreth 5.000. Domthonë që kanë përfituar konkret nga Agjencia e Punësimit. Por nëse e fokusojmë vetëm numrin atyre që kanë përfituar në kuadër të vetpunësimit, trajnimit në punë dhe praktikës në punë dhe subvencionimit në paga, atëherë ky numër me duke llogaritur edhe këtë vit shkon diku rreth 1.000 persona të cilët kanë përfituar direkt nga masat aktive, nga masat që ka më lartë përmes programit të përbashkët që kemi me UNDP-n. Nëse marrim parasysh bashkëpunimin, këtu ka një bashkëpunim të madh edhe me GIZ-in, për shkak që GIZ-i gjerman na përkon në procesin e mentorimit të personave që përfitojnë, ndërsa UNDP është si partner implementues i projektit, normalisht bashkëpunim me zyrat e punësimit dhe Agjencinë e Punësimit në këtë rast. Domthonë GIZ na përkon me mentorim të personave të radhësuar. Angazhimi i qytetarëve të radhësuar që të përfitojnë, të reintegrohen në shoqëri përmes masave aktive të tregut të punës është një sukses. Nëse shikojmë disa matje dhe statistika, atëherë është më se e qartë që numri dhe qëndrueshmëria atyre që kanë përfituar është në nivelet e larta. Ne jemi të kënaqur me procesin, për shkak që është një proces i përbashkët dhe është shumë i rëndësishëm po jemi të kënaqur me ata që kanë përfituar po ashtu edhe me implementimin dhe mbështetjen të cilën ne kemi nga partnerët, po theksoj edhe një herë nga UNDP-ja, po ashtu edhe nga GIZ-i. Mesazhi është për personat që radhësohen dhe nuk kanë përfituar asnjëherë që të drejtohen zyrave të punësimit, të marrin informatat e nevojshme në mënyrë që të bëhen pjesë e skemave përkatëse apo masave përkatëse të punësimit në mënyrë që të përfitojnë dhe të jenë pjesë e integrimit. Kompania D&D Business Support Center është një kompani konsulente e cila është themeluar në vitin 2008, që nga atëherë ka implementuar projekte të ndryshme, kryesisht në fushën e konsulencës dhe përkrahjes për kategori të ndryshme të shoqërisë. Le të përmendem për shembull të trive,
të grave, të papunëve, të popullatës viseve rurale, minoriteteve, po edhe një kategori të veçantë që janë të readresuarit nga vendet e Bashkimit Evropian. Si kompani përbëhet nga mbi 40 ekspert dhe profesionistë të fushave të ndryshme, të cilët kanë marrë pjesë në implementimin e këtyre projekteve. Portofoli i kompanisë përfshin mbi 25.000 përfitues apo klientë që kanë përfituar nga këto kategori që veç i përmenda, domethënë kanë marrë shërbime ndryshme, qoftë mbështetje për punësim, vetpunësim, ndërmarrësi, përkraje si start-up e tjera. Kjo përkraje kryesisht është realizuar përmes trajnimeve të ndryshme, ngritjes së kapaciteteve, këshillimeve individuale, masnej me partner të organizata ndryshme, me partner tonë edhe me përkraje me grante, subvencione edhe masa tjera për këto kategori. Krahas këtyre kategorive të shoqërisë që ne kemi përkrahur, domethënë deri tani ne ofrojmë edhe shërbime për institucionet ndryshme qeveritare, për komunat edhe për organizata tjera si në ngritjen e kapaciteteve të tyre, në menaxhim të projekteve, në ngritjen e shkallësive të tyre e tjera. Domethënë, por fokusi kryesor ka qenë domethënë edhe është përkraja e trive, të papunëve, grave edhe kategorive tjera të veçanta. Gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi ndërtuar partneritet edhe bashkëpunim me organizata ndryshme, kryesisht me donatorë, pothuajse me gjithë donatorët që funksionojnë në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës, siç është Gizi, USAID, Banka Botnore, UNDP-ja, shumë organizata tjera, përpos organizatave ndërkombëtare, donatorëve tjera, ne kemi një partneritet edhe me institucionet tona lokale, si të nivelit qendror ashtu edhe nivelit lokal me komunat, pothuajse me gjitha komunat kemi një bashkëpunim në përkraje të kategorive të veçanta, respektivisht në implementimin e këtyre projekteve që na e realizojmë. Meqense tema është për reintegrimin e personave të readresuar, ne jemi fokusuar në këtë fushë që nga viti 2013, fillimisht me disa nga komuna si komuna Gjakovës, e Prizrenit, Ferizajt, Shtimes e tjera, pastaj me ambasadën zvitrane, më vonë që nga viti 2015 me Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërsa prej vitit 2017 jemi në implementim të disa projekteve që përkasin me reintegrimin e qëndrueshëm të readresuarve në partneritet me Agjencionin e Punësimit, i cili funksionon në kuadër të Qeverisë së Republikës Kosovës, me UNDP-n dhe jemi të përkrahur nga Gizi, organizata gjermane e GES. Te kjo kategori, deri tani nga shërbimet tona kanë përfituar mbi 3500 persona ose familje të readresuar, që ajo që na mban të kënaqur është se pjesa dërmuese e tyre, domethënë rreth 70% kanë arrit një vetpunësim të qëndrueshëm. Domethënë kjo përkraje ka të bëjë me kryesisht me vetpunësimin e tyre, me përkrajën e tyre përmes trajnimeve, konsulentës edhe granteve për themelim të bizneseve tyre familjare apo individuale, dhe që ka rezultuar si program shumë i suksesshëm deri më tani. E thash domethënë rreth 70% të tyre ne që i monitorojmë edhe mentorojmë vazhdimisht, tani janë të suksesshëm edhe kanë krijuar bizneset qëndrueshme që përpos vetpunësimit të tyre dhe familjeve të tyre kanë arrit shumë prej tyre të punësojnë edhe të punëtorë të tjerë. Nga ky numër i përfituesve deri tani kanë dalë edhe shumë histori suksesi, që na e promovojmë vazhdimisht, edhe përmes cilëve ne dëshirojmë që të dhëmë mesazh edhe tek të tjerët, tek të rinjtë sidomos, të cilët mendojnë se në Kosovë nuk ka mundësi punësimi apo vetpunësimi, që këtu ka mundësi, domethënë ka mundësi të punohet, ka mundësi të bëhet biznes, ka mundësi të vetpunësohet,
Ka shumë programe të cilat mbështesin të rinjt, të papunët, sikur këto programe që veç e përmenda, dhe të cilët mund të krijojnë punësim apo vetë punësim të qëndrueshëm. Këtë kategori të readresuarve, siç e thash, domethënë ne fillimisht në pjesën ndërmuese të tyre kemi përkrahur përmes trajnimeve për tregun e punës dhe trajnimeve për të bërë biznes në Kosovë. Pastaj janë përkrahur nga partnerët tonë që përmenda nga Gizi, nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga Agjencioni i Punësimit, nga UNDP-ja me grante. Dhe pas përfitimit këtyre granteve që kryesisht kanë bëjnë me mjete dhe pajisje pune, ne ju kemi ofruar konsulencë individuale atyre, se si ato ta zhvillojnë biznesin, se ai biznesi tyre të jetë më i qëndrueshëm, duke përfshirë shërbimin e këshillimit për menaxhim biznesi, për marketing, për çastin në treg, për arjetizim me partner, me biznese, me klienta, marketing, qasje në financa, në kredi, pastaj në çështje legale e tjera. Për realizimin e gjitha këtyre projekteve dhe përkrahjen e këtyre kategorive, në veçanti me qenë se tema është për të readresuarit, unë dëshiroj të shfrytëzoj rastin të falenderoj partnerët tonë, Gizin, UNDP-n, Agjencionin e Punësimit, Ministrinë e Punëve të Brendshme, po ashtu edhe komunat edhe shumë organizata tjera, pa i harruar në gjithsesi edhe ekipin e organizatës e kompanisë tonë, një ekip punëtor i zellshëm edhe profesional që ka bërë mundur të këto projekte të realizohen me sukses deri më tani. Jam Lumni Emrati Mehmeti, jam e riadresuar nga Gjermania në vitin 2015. Kur u ktheva nga Gjermania, isha e papunësuar, kisha fëmijë dhe doja të filloja një punë. Pastaj u takova me një këshilltar të Gizit dhe ata më sugjeruan të shkoj në Agjencionin e Punësimit këtu në Podujev. Shkova dhe aty aplikova për grante që i shpërndojnë Gizi dhe u bëna përfituese e mjeteve për ëmbëlsira. E falenderoj Gizin, UNDP-n dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, Agjencionin e Punësimit. Nga DND më kanë këshillu si ta menaxhoj biznesin, si ta bëj më të lehtë përshitjen e ëmbëlsirave. Unë jem Arsim Salihu, jetoj në Prishtinë. Kam qenë në Gjermani 2 vite edhe na kthyer mrapa apet në Kosovë. Mas im kthyer në Kosovë, im shku në Agjencionin e Punësimit dhe me kanë treguar si me shku në Gizi. Ato kom kryer një trajnim, kom marrë certifikat, diplom dhe kam përfituar mjete pune, grantin. Po por falë na kanë nimu DND-ja, i mi ardhi kam 10 punëtor, punoj rregullisht me ta non-stop. Jam Albion Morina, studente në Akademinë Evolucion. Në vitin 2015 jemi kthyer nga Gjermania, kurse vitin e kaluar kam fitu grantin nga Gizi Gjerman dhe Agjencioni i Punësimit. Gjithashtu falenderoj DND për këshillat dhe bashkëpunimin që e bën me mua vazhdimisht. Unë kam përfundu fakultetin në Akademinë Evolucion, dizajn të modës, dhe për klient punoj me mos aty në qysh ata kanë dëshirë. Domethënë, idenë muj me vizatu njëherë, ata me po, apo ju pëlqen, apo ju, pastaj me vazhdu me premje, qepje edhe gjithçka që ata dëshirojnë. Përshëndetje, unë jam Armend Jakupi, përmes Agjencionit të Punësimit, në bashkëpunim me Gizin, e kom fitu grantin, për cilët jam shumë mirë njëjës, se kom pas lehtësime shumë gjatë punës. Për shembull, këto kom fitu kompresore dhe sene që më kanë nevojit për shkak të punës. As i shpeshini ju përnujna shumë sene me dru, bos porosive, dyrë dritare, kuzhina të ndryshme, çdo gjë që është e nevojshme për porosi. Po ashtu, falenderoj DND-n që na ka jep këshilla për me zhvillu biznesin si çdo. Më quhem Berat Ali, vri prej fshatit Stres, komuna Vështres.
Unë si i riadësun, ku migru në vitin 2015, në Gjermani, kam qëndru për 3 vite atje, jem këthy në vitin 2018. Për mes centrit punësimit, unë kom bo aplikacionin që na kanë mundësu Ministria e Punëve të Mbrëmshme, për mes GIZ-it jemi pajisën me disa pajisje, fol biznesit që është duke zhvillu, fol DND-s me këshillim me gjitha senet. Falenderoj gjithë donatorët për kraje, për ndihmë. Jemi të kënaqur që na kanë mundësu që të jemi vetë punësun, që të zhvillojmë bizneset. Jam Emina Aziri. Në vitin 2015 kam migru në Gjermani dhe pas jam këthy jam lajmëru në entin për punësim. Aty në entin për punësim më kanë lajmëru që për me apliku për grante në Ministri të Punëve të Mbrëmshme edhe tek GIZ-i, ku fal GIZ-it edhe Ministrisë të Punëve të Mbrëmshme mu më është ofru ndihma, ku dhe veç kam fillu, do më thonë me hapjen e lokalit, me vazhdu këtë punë që e ushtrim me vite, si rroba qepse. Fal ndihmës tyre unë veç do më thonë kam rri këtu së të mbaj familje, edhe këshillat që mi kanë dhënë DND-ja, ato janë shumë një ndihmë e madhe. Tash jam zgjenu pak ma shumë, i kam 2 praktikante, ato jam duke i aftësu. Pas i aftësohen, mendoj me i punësu të dyat. Me këtë biznes do më thonë unë e mbaj familjen dhe mendoj mi majtë edhe 2 familje tjera. Përshëndetje, quhemi Badete Maxhuni, jam riadësuar nga Gjermania, po sa kam ardhur në Kosovë me këshilltarët e GIZ-it Gjerman në aeroport, na kanë këshilluar që kemi mundësi për përfitime. Jemi drejtuar të enti punësimit në Voshtre. Ata na kanë njoftuar që mundëm me më njoftu të GIZ-it Gjerman, për përfitime disa granteve për zhvillimin e biznesit. Me ndihmën e këshillat e DND-s kam arritur edhe njohuri të reja për lidhje me zhvillimin e biznesit tim. Kështu që jam falenderuese edhe nga shteti gjerman, gjithashtu edhe nga të gjithë këta që janë angazhuar me pas suksese në këtë biznes. Përshëndetje, unë jam Besfort Kadrio, jam i riadësuar. Me ndihmën e këshilltarëve të GIZ-it, cilët më kanë këshilluar, kam përfituar grant, dhe siç po shihni këtu janë punëtarinë time, që e kanë formuar me ndihmën e tyre, gjithashtu UNDP dhe Ministria e Punëve të Mbrëmshme. Normal si çdo biznes, fillim edhe unë kom pas vështirësitë e mia, po me ndihmën e DND-s, duke na këshilluar vazhdimisht, jemi në rrugën e duhur duke zhvilluar biznesin. Përshëndetje, jam Arjanit Pesi, jam i riadësuar vitin 2011, fol GIZ-it, Ministrisë për Punëve të Mbrëmshme dhe UNDP-s, e posedoj këtë serves, këtë punëtori. Faleminderit shumë DND-s që po më këshillon për zhvillimin e biznesit për të ardhmen. Edhe fol tyne, fol këtë ndihma që i kam tash, punoj edhe e moj familjen e krejt me qëtë servis. Përshëndetje, jam Besart Behrami, jam i këthy në vitin 2019 prej Gjermanie, kur jam marrë këtu, këshilltarët e GIZ-it më kanë njoftu për grande, kom apliku, jam përfituesi i grandit, i falenderoj këshilltarët e GIZ-it, UNDP-n, agjencionin për punësim, dhe më thonë deri këtu, jam shumë i kënaqur, po kam punë me qitë punë mbi e moj familjen. Falenderoj DND që më ka këshillu për me organizu biznesin, për përfitime. Përshëndetje, unë jam Lavdën Gjofa, fol GIZ-it edhe agjencionit punësimit që në kanë jep mundësim për me fitu grandin.
për që sot e kam lokalin në punoj, barbershop, dhe s'kam nevoj për më shku jashtë venit me punu. Falenderoj edhe DND-n për këshillat që na japin gjithmonë vazhdimisht për rreth biznesit, rreth idejave. Unë jam Alet në Veseli, jam i riadhësuar, jam ardhur në Kosovë, këshilltarët e Gizit më kanë njoftu për grandin që është për me përfitu. Kam konkuru edhe kam fitu grandin, edhe i falenderoj Gizin edhe Ministrinë e Brendshme, edhe këshilltarët e DND më kanë këshillu, edhe ata më kanë këshillu. Për biznes, unë automekanik punoj, familjen e moj me qitë punë. Unë jam Adem Sylla, këtu punoj prej 2016-ës, jam këtu prej Gjermanisë 2015-ën, falenderoj Gizin, mas pare, NDP-n, edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe ju përshëndes gjithë ata që kanë marrë pjesë, e më kanë ndihmu për të marrë këtu pjesë, që ne mu më nevojitën. Këto është puna që kam gjetë vetën unë edhe moj familjen këtu edhe kjo është e mjaftueshme për mua. Përshëndes DND-n për këshillat që mi kanë dhënë për me mbajt me biznesin. Unë që unë Bujar Zariqi, jam këthy prej Shëdije 2020-ën, kur jam ardhim jam ftu për një grant që mund me përfitu, do me thonë për mjetë e pune, edhe jam i kanë interesuar, kom shkoj, kom kry kursin, edhe jam trajnu për këtë punë, do me thonë, një kurs 10 diqe, edhe tani jam nëftu në përmjet Gizit Gjerman, ashtu edhe UNDP, edhe tani jam si përfitu si këty në med, zakonisht punoj me këtu, do me thonë, faleminderoj gjithashtu e DND-n për këshilla për me vazhdu këtë biznes. Qumë Arzia Lakna, jemi kanë si azen në Austri, kur jemi këthyje, na kanë lajmëru këshilltarët e Gizit që mundi me kanë përfitus të grandit, kemi përfitu e grandin, edhe tash tja kemi fillu një biznes me ushqimet shpejta, me hamburgera, pleskavica, kësi sante edhe, tash jam të punu, puna po e mirë, edhe mboj familje me këtë biznes. Gjithashtu e falenderoj DND-n për këshillat që na i ka dhënë për me zgjeruar biznesin. Unë shuam Ergim Zariq, jam i riadhësu në vitin 2015. Pasi ju më riadhësu, Gizi më ka përkra në biznes, më ka njoftu që jeni përzgjedhur për grandin, po ashtu unë momentalisht kam fillu punën, falenderoj Ministrinë e Punëve të Brendshme, DND-n, po ashtu që po më përkra vazhdimisht me zgjeru biznesin. Unë jam Artur Berisha, jam nga fshati Bersovës, kam qenë para 3 vite, kam qenë në Austri, jam kësi me dëshirë. Kur jam kësi me dëshirë, më kanë thonë që ki drejt me marrë për Gizit Gjerman, do mjete, si profesionin tem automekanik, edhe me gjithë që to Gizit Gjerman me ka ofru mundësien, me ka një dizalit, do mjete për punë, në momentin normal tash jom të punu, edhe mendoj që alem me madho biznisin, me ble alep mjete, po ashtu falendroj edhe entin e punësimit, që me ka mundësien me punu me këto mjete që më kanë dhonë, falendroj DND-n që kanë ndihmu me këshilla. Unë që unë e faton nevoja, më kanë këthi për Gjermanisht, që to aleta mi kanë jam, më kanë imu, mi ka jap Gizi. Vopshin herë falmejas, unë moj familje me sta maqina. Unë jam askali, falmendoj Gizi për këshilla si për me japin. Unë jam Ajtena Azeme, punoj si grimere dhe frizere. Para një viti e kom hap lokalin këtu, në Prishtinë, me ndihmën e organizatës UNDP-s, Agjencionit të Punësimit dhe Gizit.
dhe jam shumë e lumtur për përkrahjen që ma ka ndihmuar në biznesin tim. Falenderoj dhe organizatën DMD për këshillat që më jep për me zhvillu biznesin këtu që e bëj. Unë jam Elvin Imere, jam jap e Gjermanisë, e falenderoj Gizin, Ministrinë e Punëve të Brendshme, që ma kanë mundësu këtë biznes. Falenderoj edhe DMD-n për këshillën e punës. Jam i kënaqur shumë me punën e tëne, që më kanë ndihmu. Jam Hadia Hasane, jam e realizune nga Suedia. Pas jam kthyer në Kosovë, jam njoftuar nga Agencioni i Punësimit për mundësinë e përkrahjes për reintegrimin tonë. Respektivisht, trajnimin dhe pas trajnimit kam aplikuar për grant dhe jam përkrahur nga Gizi, Agencioni i Punësimit dhe UNDP-ja për mjete për rroba qepsi. Në fillim kemi pas pak vështirësi për menaxhimin e biznesit mirë, po falë konsulencës që kemi marrë nga DND, kam arritur të kemi këtë biznes të suksesshëm dhe i falenderoj të gjithë donatorët për përkrahje. Jam në vitin 2015 kam qenë në Gjermani, kam lejt në 19 muaj, edhe më kanë kthy për atje, mirë po jam falenderus për Gizin Gjerman, ne ka dhënë në grant për 3.000 euro mjete, edhe ku më hap biznesin. Agencioni i Punësimit që na kanë ndihmuar, edhe DMD-ja se na kanë ndihmuar për më këshilluar si me kalu biznesi më mirë. Përshëndetje, unë jam Bere Ibrahimi, kam 39 vjetë, unë jam i riadësuar nga Gjermania. Mas riadësimit, unë fillimisht jam lëngu në jetën për punësim, edhe për me hap një biznes të ri. Për shkak të zanatit që kam pas, kam filluar me punën e frizerit. Normalisht se çdo fillim i ka vështirësitë e veta, mirë po fal jetën për punësim, edhe Gizit, edhe Ministrisë Punëve të Brendshme, mbështetje edhe me DND-ja. Atëherë, na kena fillu edhe sot po fillojmë, po vazhdojmë, po punojmë normalisht me ndihmën e të gjithëve. Unë jam falenderues ndaj DND-s, edhe ndaj Gizit, edhe ndaj Ministrisë Punëve të Brendshme, me këshillat e tyre, me ndihmën e tyre, na sot jem ku jemi edhe vazhdojmë biznesin pa problem. Normalisht me këtë biznes unë mbaj familje, edhe jam i kënaqur me të ardhat që posjedoj. Jam Besnik Cako, jam i kthyr prej Gjermanisë vitin 2016, kur jam kthyr jam shku në Endën e Punësimit, unë kam mbështet Ministria e Punëve të Brendshme edhe Gizi Gjerman për me hap biznesin. Ka përkrahur me idetë e tyne edhe kompania DND, falenderoj shumë. E hapi e mbaj këtë biznes, e kam ende aktiv, e mbaj familjen për tinaj, edhe me këshillat e tyne, e bëj biznesin për autolimar. Me idetë e tyne jam duke zhvillu këtë biznes akoma. Unë jam Dritan Bajrami, kom emigru në vitin 2014, jam kthy në vitin 2015 prej Suedisë. Jam lajmëru në Agencionin e Punësimit komunën tonë të Biliqit. Jam përfituesi këtyne mjeteve prej Gizit edhe Agencioneve Punësimit. Këto mjetet mi ka ofru UNDP-ja dhe me thonë, me këtë lokal mboj familjen, jam babi 2 fëmijëve. Jam konsullu një 5-6 herë me DND-n, që më kanë ndihmu me këshilla me sene. I falenderoj, kështu që po presë më bu ma mirë diçka.
Jam Afrim Grabanica, jetoj në Vështre. Edhe kam jetu një kohë në Gjermani dhe mas jam këtu pe Gjermanisë, kam përfitu një grant pej UNDP-s, pej GIZ-it dhe pej Ministrisë Punëve të Brendshme. Edhe kam hap një biznes të zdruktarisë. Unë punoj me kuzhina, dhoma, paradhoma, edhe jam këshillu me D&D. Edhe ka dalë shumë sukses me ky biznes. Mjetet, materiale që mi kanë jep, shumë të mira kanë qenë, për mu po më kanë kry punë shumë. Edhe tash po vazhdojnë me punë. Unë jam Marta Qireze, jam e përfituese makinave me grant nga Gizi, UNDP-ja edhe Agencioni i Punësimit. E falenderoj D&D-n shumë, me ndihmën edhe këshillat e D&D-s, unë jam sot me këtë biznes. Quhem Ridvan Krasniqi, jam i riadhesum nga Gjermania. Kam punu edhe më parë pak me këtë profesion, me qenë se kam profesion shkollës, dhe me thonë me diplom, por me pamundësi të mjetëve, po kur riadhesuva këtu, mjoftun këshilltar të GIZ-it, kam aplikue për mjete punës. Dhe jam mirënjohës për ndihmën që ma kanë ofru GIZ Gjerman me UNDP-s dhe me ndihmën e këshillave të D&D-s, une sa do pak po mundohem me mbajt këtë biznes gjallë edhe me punu për familjen. Quhem Behari Bishi, jam i riadhesuar nga Gjermania. Këshilltarët e GIZ-it me kanë adresuar që të përfitoj disa mjete pune në bashkëpunim me GIZ-in Gjerman, D&D-n dhe Agjencinë e Punësimit në Vështre. Falenderoj këshilltarët e D&D-s të cilët vazhdimisht më qëndrojnë pranë me këshillat e tyre sa i përket biznesit tim. Tash jam duke ushtruar veprimtarinë e autolarjes. Unë quhem Veata Biti, vin nga Mitrovica, jam i riadhesum, jam përfituesi grandit, falë Ministrisë Punëve të Brendshme, UNDP-s edhe GIZ Gjerman, sot e kom hapë këtë lokal, falenderojna edhe po ashtu edhe D&D-s për këshilla që na jep. Me këtë biznes e moj familjen, jam i lumtur shumë për këto grande. Përshëndetje, jam Qendrim Meseni, jam i riadresuar nga shteti i Austrisë, jam përfitues i mjeteve të në lëmin e zdruktarisë. Që 2 vite kam hapur këtë biznes dhe jam falenderues ndaj Ministrisë së Punëve të Brendshme, GIZ-it Gjerman dhe UNDP-s në këtë biznesin tim, mirë me prodhimin e dyreve, kuzhinave, mobileve të ndryshme. Me këshillat e D&D-s, unë kam arritur ta hapi këtë biznes. Jam Fatmir Ruka. Vitin 2016 kam marrë prej Gjermaninë e Kosovë dhe folë këshilltarëve të GIZ-it dhe Agjencionit të Punësimit që më kanë këshillu, kam apliku për grant dhe kam fitu grantin. Jam i sukses shumë e punë, dhe faleminderoj të gjithë ata që na kanë mundësu grantin për të armën tënë që me mujtë të punu. Edhe jem të sukses shumë e punë, se shkushijet e kime dhe garortin këtë. Dhe faleminderojmë D&D-n që na këshillon për që vazhdu biznesin. Se me këtë biznes mojmë familjen dhe shumë të armën me biznesin. Quhem Rahman Latifi, jam i kthyer nga Gjermania në vitin 2019. I kisha falenderuar domethënë këshilltarët e GIZ-it që më kanë njoftu për grant, kam apliku, domethënë kam fitu grantin
për punë, do me thonë, për fasader, knaf, që punë të mbrëmshme kryesisht që janë. Një falënderim i veçantë shkon edhe për Ministrinë e Punëve të Brendshme, UNDP-n, kisha falënderu edhe DND-n që na ndihmon do me thonë për me zhvillu biznesin, për me mojt biznesin për çdo këshill, çdo hap që bëjmë na. Përshëndetje, quhem Derm Nebiu, jam i kthyer për Gjermanisë në vitin 2017. Këshilltarët e Gizit më kanë njoftuar për një grant nga Ministeri dhe më kanë përkrahur si dhe ma kanë ofruar një grant nga Ministeri, jam përfitues i tina, i falenderoj shumë dhe kam hap biznesin dhe me këtë biznes e mboj familjen dhe falenderoj agjencionin e punësimit dhe për krahas në projektin që unë kom fitu në grandin që unë kom fitu, një ashtu edhe DND, e falenderoj për këshillat që më japin për me zhvillu biznesin tim. Unë jam Kujtim Riza, 2015 kam qenë në Gjermani, jam kthy për Gjermanisë, kam këshillu që Gize për një grant, kam për që për me fitu. Kom apliku të Ministria Punësimit të Mitrovic, grantin e kom fitu, jam falenderues shumë Gizet, po është i falenderoj edhe DND-n që më këshillujnë për biznes. Jam i lumtur që e kom hap biznesin, punoj, nuk kam nevojë për më rikthy në Gjermani. Unë jam Faruk Hoti, jam i riadhësuar prej Gjermanisë. Kam apliku këtu në Mitrovic për mjete, qendrën për punësimit. Më ka ndihmu Gizi për mjete, jam duke punuar me to, e mbaj familjen. E falenderoj edhe DND për këshilla për biznes, si më ndihmon. Unë jam Mimoza Durmishi, jam nga Podujeva, jam fituese e grantit nga UNDP, Gizi, gjithashtu edhe nga agjencioni për punësim. I falenderoj këto 3 agjenci që më kanë ndihmu për me fitu grantin, edhe sot do në mbaj familjen time me këtë biznes, që e kam hapur para 2 viteve, në vitin 2019. Edhe gjatë pandemisë më kanë ndihmu shumë, sepse kjo ka qenë i vetmi burim për familjen tonë. Gjithashtu falenderoj edhe kompaninë DND për këshillat gjatë për me mbajt biznesin tim. Unë jam Avdullar Moko, jam metal punues, që 2 vite e kom fillu kësaj pune. E falenderoj Gizin, UNDP-n, agjencionin e punësimit, që ma ka mundësu me këtë mjetën e startue, me këtë mjetën e mbaj familjen. Falenderoj DND-n për këshillat që ma mundëson me zhvillu këtë biznes. Përshëndetje, unë jam Alexander Stena, me profesion jam automekanik, jam i riadhësuar prej Gjermanisë në vitin 2015. Kur jam kthy prej atje, këshilltarët e Gizit më kanë informu dhe më kanë tregu që muj me apliku për një grant. Unë jam sot fitues i grantit dhe kum hap një biznes timin personal, cilën e bëj automekanik. Po ashtu i falenderoj DND për këshillat që po më jep për të vazhduar biznesin tim. Unë jam Akfire Muzako, e punoj që të punë presi që më kthy pi Austrijës. E falenderoj e Gizin, që ma kanë lehtësu, EDP-n, edhe agjencinë e punësimit,
që dhe i falenderoj të gjithë ta që ma kanë lehtësu këtë punë, ma kanë ndihmu, se unë punoj për çdo ditë me çeto, me ushqime tradicionale. Faleminderit shumë për D&D-s që më këshillojnë për gjithë shka, e më kanë ndihmu. Shumë faleminderit për tyne. Unë jam Bale Shora, i kthim nga Gjermania. Në vitin 2017, jam përfituesi i grandit Gizit dhe Ministrisë e Punëve të Mbrojtshme. Unë jam shumë i kënaqur që kom përfitu grandin. Falenderoj D&D për këshillat që merr për biznesin tim. Jam Agim Rexhepi, jam i kthyer për Gjermanisë. Kur jam kthy, më kanë njoftu këshilltarët e Gizit edhe agjencioni i punësimit për mjetet që mi kanë dhuru. Sot punoj me këto mjete që i kom marrë. Gjithashtu, falenderoj D&D-n për këshillat që mi dhojnë gjatë gjithë biznesit, sa herë kom nevojë njoftona me ta për çdo sen. Unë jam Vajed Rama, i kthym për Gjermanisë, me vitin 2016. Kur jam kthy këtu, kom hapë këtë farë biznesin autoservisin, kom pas ndihmë për Gizit, edhe për Ministrisë Punë të Mbrojtshme. Me këtë biznes e moj familjen, e falenderoj D&D për këshillat që për më jep për këtë biznes. Unë jam Shefrim Mamuti, jam i riadësuar për shtetit Gjerman, që kur jam këtu në Kosovë, këshilltarët e Gizit me kanë njoftu për grande, edhe unë jam një për fituesve e këtij grande, edhe unë kom fillu, do me thonë, me punu me këtë zanat, me ta të punus, edhe unë mbaj familjen me këtë punë. E falenderoj Gizin dhe UNDP-n. Gjithashtu falenderoj D&D-n që më japin këshilla për zhvillimin e biznesit. Unë jam Lëndri Mehmeti, jam i Gjilanit, jam kthyer për Gjermanisë, edhe kom apliku për një grant me ndihmën e Gizit, e kom përfitu grantin edhe me punë punoj këtu në Gjilan, lokali është imi, punoj me këtë punë e mbaj familjen. Falenderoj edhe D&D që po më këshillon për me rrit biznesin, për me punua dhe me tutje. Unë jam Fidim Bikliqi nga komuna e Lipjanit, Janjev. Jam i kthym prej Gjermanisë, punoj me këtë farë biznesi, edhe i punoj çto punime, edhe falenderoj Gizin, shoqatën gjermane. Unë quhem Shqipe Delia, unë jam riadësu në vitin 2018 nga Suedia, dhe këshilltarët e Gizit Gjerman më kanë sugjeruar që t'i bëj maqinat. Diçka, s'është të thonë maqina, jam kod më aftë për atë punë. Me këtë rast e falenderoj Gizit Gjerman edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, si dhe entin e punësimit që kom kryer dhe kursin e rrobaqepsisë në Qendrën Aksimit Profesional në Gjakov. Po ashtu falenderoj edhe D&D-n, të cilët më japin këshilla si ta zhvilloj biznesin, si ta promovoj biznesin tam, edhe falenderoj shumë pa mos gjithë ata që kanë kontribuar në biznesin tam. Unë jam Bjerta Sekraqa, 20 vjeçarve, tashmë e 2 vjet e punojmë këtë punë, këtë jami, mirë me torte për arhengje të ndryshme sipas përgjegjësisë së klientit. Falenderojmë agjencinë e punësimit, Gizin, UNDP-n për grandet që na kanë dhënë. Po ashtu falenderoj edhe D&D-n për këshillat që na japin në këtë drejtim. Përshëndetje, momentalisht jam duke përgatitur një ëmbëlsirë, të cilën e kemi me përgatitur nga një klient për rastinën e vjeshtës dhe këtë punë e bëjmë pas farës në mone.
Për fillimisht ne falenderojmë Gizin, anësesionin për punësim, e falenderoj edhe TNT për këshillat që po më japin për me zhvillu biznesin. Unë jam e Badit e Dimaj, jam përfituese e grantit përmes Gizit Gjerman UNDP-s, Centrit të Punësimit. Me këtë punë punoj me brumra, sipas teqere, po dhe punoj jena ofër shkollës për nxënësa, tosta, pizza, palacinka, të nusa. Me këtë biznes, mojnë familjen. E falenderoj DND për këshillat që më jep me zhvillu biznesin.